Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, në këto çaste ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e Engjullit të Thënë Zot dhe orën e mesme. Në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. E ju ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërptorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoj ndër ne. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nën e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na i zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyën të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, art mbretëria jote, u bëvd vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, Dhe i shndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Tani të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, po vazhdojmë me lutjen e orës së mesme. Sot është shtunë dhe jemi në javën e 16 qatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hyj Maia në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës së 6. Mbreti fort hyj i vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarr shkëlqen mëzditën. Shuaj i flakët e shamatave, flake zjarin e dëmpruzve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atë drejtësi dhe t'i birë baraz me atin, bashkë me shpirtin ngushëllimtar, që mbretronin ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. E paqja në ndihmë të djathtën tënde, o Zot, sepse zgjodha urdhërimet e tua. Psalmi 119.
Le të arritë ti o Zot britma ime, ma ndryqo mendjen si pas fjallës sate. Le të dal lutja ime para fytyrës sate, më liro ashtu si ma ke dhënë fjallën. Buzët e mia do ta këndojnë këngën e lavdit, sepse ti më mësove rregulloret e tua. Gjuha ime le ta këndoj fjalën tënde, sepse të gjitha urdhrimet e tua janë të drejta. E paqa në ndim të djathtën tënde, sepse i shodha urdhërimet e tua. E dëshiroj shumë o Zot shëlbimin tënd, kënaqësia ime është ligji yt. Do të jetoj shpirti im dhe do të lavdëroj. Në ndim do t'i kem gjygjet e tua, u enda poshtë lart, por si delja e humbur. Kërkoje shërptorin tënd, sepse urdhrimet e tua nuk i kam harruar. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. E paqa në ndim të djathtën tënde, o Zot, sepse i zgjodha urdhërimet e tua. Antifona e dytë. Mbretëria jote o Zot në shekuj të shekujve. Psalmi 45. Dasma e mbretit. Pjesa e parë e psalmit. Nga zemra me burojnë fjalët të këndshme, këngën time ja kushtoj mbretit, gjuha ime si lapsi shkruesi të shpejt. Ti je i bukur, më i pashmi ndër bijtë e njerëzve, u zbraz hiri në buzët e tua, prandaj hyi të bekoj për amshim. Ngjesh shpatën e i, o trimi i trimave, vishu me shkëlqim e me madhëri. Për të mbrojtur të vërtetën, butësinë e të drejtën, e të mësoj të bësh emnes e djathta jote. Të mprehta janë shigjetat e tua, në zemrat e armiqve të mbretit. Popuj do të bie në sundimin tënd. Froni yt o hyj në shekuj të shekujve, skeptër drejtësie, skeptri i mbretërisë sate. Ti e do drejtsin, ti e urren pa drejtsin, prandaj të shuguroj hyj yt, me vaj gëzimi që mos këndin ndër shokët e tu. U vjen era mirë, aloej e kasje petkave të tua. Në pallate ashtë elefanti, harpa të arktojnë, bija mbretëri shijan në përcjelljen tënde, në të djathtë të qëndron mbretëresha, në ar ofiri e ngrirë. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Mbretëria jote, o Zot, në shekuj të shekujve. Antifona e tretë. Ja qyteti i shenjtë, Jeruzalemi i ri, i shkëlqyeshëm si nusja për zotrinë e saj. Pjesa e dytë e psalmit 45. Më vështro bi, shih e dëgjo, haroje popullin tënd dhe shtëpinë e babës tënd. Atëherë mbretit do t'i pëlqej bukuria jote. Ai është zotria yt, nderoje atë. Populli i Tirit vjen me dhurata, për krahjen tënde e dëshirojnë princat e popullit. E lavdishme është bija e mbretit për brenda, e mbështjell me petkë të qëndisur me ar. Në petka lara ja sjellin mbretit, përcjellja e saj shoqet e saj vajza, me hareu prin e me brohori, ja, po hyn në pallatet e mbretit. Në vend të etërve të tu do t'i kesh fëmijet, do t'i vësh princa mbi mbar dhe unë. Do të bëj të përmendet emri yt prej breznie në brezni, prandaj edhe popujt do të lavdërojnë në amshim e në shekuj të shekujve. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ja qyteti i shenjtë, Jeruzalemi i ri, i shkëlqyeshëm si nusja për zotrinë e saj. Leximi i shkurtër i orës 6 man nga letra drejtuar Romakëve kapitulli 15 rreshtat 5 deri 7. Hyi që jep qëndresën dhe ngushëllimin, bëf që ju të jeni plotësisht në përkim njëri me tjetrin, sikurse dëshiron Jezu Krishti, në mënyrë që një mendimi e një goje ta lëvdoni hyjin, atin e Zotit ton Jezu Krishtit. Prandaj pranoni njëri tjetrin në shoqëri, sikurse Krishti ju pranoi ju për lavdinë e hyjit.
Zoti e do popullin e vet. Të përvuajturve u jep fitoren. Të lutemi. O Zot, zjarr dashurie, na e dhuro flakën e shpirtit tënd që të duam ty mbi çdo gjë dhe vëllezërit tanë me dashurinë tënde, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin.